elefantit në dhomë është patjetër reforma territoriale. Dhe kur flasim për reformën territoriale, nëse unë përmenda instrumentat të ndryshëm ose nisma të ndryshme për sa i përket fuqizimit të bashkive, në nivel institucional, në nivel financiar, krijimin e kushteve të dhura që do të performojnë, patjetër që reforma territoriale është instrument jashtëzakonisht i rëndësishëm për të garantuar që bashkitë që në nisje të kenë mundësit, të kenë asetet në dispozicion, të kenë kapacitetet e dhura dhe mbi gjitha potencialin e mundshëm nga pikpamja e rritjes ekonomike të jenë të gatshme që ti përballojnë të gjitha këto sfida. Dhe unë besoj që reforma territoriale, siç ju e keni ndjekur dhe unë jam i bindur, tashmë ne kemi një komision parlamentar ku gjitha partitë janë të përfshira në atë komision. Kuptohet që procesi i cili do të fillojë pak ditë do të jetë transparent, do të jetë gjithë përfshirës, jo thjesht bashkitë, por shoqëria në tërësi do të jetë e përfshirë. Unë e them gjithmonë, nuk duhet ta perceptojmë sikur ky është një proces që thjesht do ndryshojë kufitë e bashkive. Unë mendoj që kjo do të ishte një qasje e gabuar nga të gjithë aktorët që merren me këtë problematikë ose me këtë sfidë që ne kemi përpara. Reforma territoriale, unë besoj fort e para duhet bazohet në të dhëna, duhet bazohet në eksperiencë që ne tashmë kemi, çfarë ka ndodhur gjatë 10 viteve të fundit në territor. Reforma e fundit është futur ose ka marrë jetë në 2015, jemi fiks pothuajse 10 vjet. Kush kanë qenë sfidat që bashkitë janë ballafaquar, cilat prej tyre është ballafaquar me sukses nga ana e bashkive, kush janë funksionet që bashkitë nuk kanë arritur dot t'i ofrojnë territor, aty patjetër duhet analizuar, nuk kanë arritur t'i përthithin këto funksione për shkak se kanë pas mungesë kapacitetesh, qoftë dhe financiare, apo problematika të tjera. Dhe unë besoj që ne duhet jemi të sinqertë dhe të ndërgjegjshëm për sa i përket rëndësisë që ka kjo reformë, jo thjesht nga pikpamja politike, por po flasim për mënyrën se si ne do të menaxhojmë territorin, për mënyrën se si qytetari do të interaktojë nesër me institucionet lokale për të pasur shërbime më të mira. Po flasim për institucione të cilat duhet të jenë gati nesër për të ballafaquar me sfidat që unë përmenda që vinë edhe qoftë nga procesi integrimi. Dhe prandaj reforma territoriale është një hap shumë i rëndësishëm, është një sfidë jo e vogël, por unë besoj që është një mundësi e jashtëzakonshme. Që nëse ne e përdorim ashtu siç duhet, nëse të gjithë aktorët përfshihen dhe ne të kemi një reformë që unë shpresoj mos të durojë 10 vjet, po të jetë një reformë që zgjat edhe më shumë, sepse ne kemi bërë një kërcim shumë të madh në 2014. Nga një numër jashtëzakonisht i lartë, duke marrë në konsiderat territorin që ne kemi në vend, kaluam në 61 bashki. Patjetër që Shqipëria në 20 vitet e fundit ka ndryshime të ndryshme, qoftë dhe demografike. Dhe nuk është e vështirë për të kuptuar qoftë nga analizat statistikore, por qoftë edhe trendet që ne kuptojmë, qoftë zhvillime demografike, territori nga pikpamja e zhvillimit ekonomik, të gjitha këto janë trendet të cilat duhet merren në konsiderat në reformën territoriale. Dhe ne nuk duhet ta shohim reformën territoriale duke e kthyer kokën mbrapa vetëm çfarë është bërë dje, apo duke parë poshtë çfarë po bëhet sot, por duhet të shkojmë përpara atë çfarë do të ndodhi në vitet që kemi përpara dhe pse jo edhe dekadat që kemi përpara. Dhe unë këtu i bëj thirrje gjithë aktorëve të jenë proaktiv në këtë proces, bashkitë pa diskutueshme, por kuptohet shoqëria civile, partnerët që ne kemi pasur mbështetje në sfidat që kemi në pushtetin lokal dhe kuptohet që kjo është një reformë që do të ulliqet politikisht, flasim në parlament, nëpërmjet komisionit të posaçëm, por patjetër dhe ministria do të luajë një rol sidomos duke përfshirë sa më shumë aktorë në këtë proces. Zoti Ministër Daniela Maloku, Report TV, unë doja që të kthehesha pak edhe një herë tek reforma territoriale, duke qenë se ju thatë që janë bërë studime, edhe pse po punohet në komisionin e posaçëm që është ngritur në kuvend, ende nuk ka një draft ose një propozim nga qeveria. Keni ju një numër mbase se sa duhet të jetë numri i bashkive? Siç ndodh përgjithsisht në realitetin tonë, studime ka pafund dhe shumë prej tyre janë dhe publike, që të jemi sinqert, sepse janë bërë
falë asistencës që donatorët kanë dhënë në vite, ku ata vlerësojnë funksionet se si janë një lloj mënyre e përtitur nga bashkitë, shërbimet kundrejt qytetarëve, kemi studime pafund për sa i përket trendeve demografike, domethënë informacioni është atje. Unë besoj dhe unë e përmenda pak më parë, komisioni i posaçëm tashmë do të fillojë procesin edhe publik. Patjetër do të ketë një dokument të parë që do të prodhohet nga komisioni, quajmë një green paper, i cili do të jetë një dokument për diskutim publik, ku të gjithë aktorët duhet të jenë aktiv. Kuptoj që dokumenti nuk do të flasi në fillim dhe besoj që ky do të jetë procesi për numrin e bashkive, por do të flasi për konceptet. Si e duam ne që të jetë një bashki nesër? Çfarë duhet të ketë një bashki që të ketë sukses? Kush janë sfidat që ne kemi sot dhe si ato përkufizojnë çfarë kapaciteti duhet të ketë bashkia nesër. Dhe këto janë konceptet të cilat duhen diskutuar. Dhe unë besoj që komisioni do të shkojnë në të drejtim. Patjetër ne si ministri do të mbështesim dhe komisionin me informacion, por mbi të gjitha dhe publikun, bashkitë të interesuarit për sa i përket kësaj reforme. Në të njëjtën kohë, ne kemi një shtratë dhe marrëdhënie shumë të shëndetshme me të gjitha ata aktorë të cilët kanë qenë partnerë të jashtëzakonshëm. Dhe këtu flasim për projekte të cilat kanë një jetë shumë gjatë në Shqipëri, siç mund të jenë bashkitë forta, që kanë një eksperiencë shumë të madhe për atë çfarë ndodh territor, sepse kanë qenë pranë bashkive, qoftë për rritjen e kapaciteteve të këshillave bashkiak, rritjen e kapaciteteve të funksioneve të ndryshme në nivel vendor, dhe ato kanë një database të jashtëzakonshëm njohurish për sa i përket asaj çfarë ndodh territor. Dhe të gjithë ta partnerë ne duam absolutisht i kemi të përfshirë, dhe patjetër roli i ministrisë është që këtë gjë ta akomodojë. Dhe unë besoj që kjo aleanca e partnerëve nuk është e rëndësishme thjesht për bërë reformën, sepse ne fokusohemi te reforma, por duhet kuptojmë që sfida më e madhe është momenti që reforma do të marrë jetë. Është sfidë shumë e madhe që ne të bijmë dakord kush do të jetë rruga dhe çfarë reforme do të bëjmë, por duhet kuptojmë kur reforma të marrë jetë në 2027, bashkitë kanë shumë nevojë që ne të jemi të gjithë aty, jo thjesht qeveria qendrore, por dhe shumë partnerë të tjerë që në një lloj mënyre të japi jetë kësaj reforme. Kështu që le themi aleanca që ne duhet të krijojmë duhet të jetë sa më e gjerë dhe patjetër publiku duhet të jetë i përfshirë për të kuptuar atë çfarë ndodh territor, por mbi të gjitha për atë çfarë ata duhet të interesuar që të ndodhi nesër. Kam edhe një pyetje të dytë. A ka një diskriminim të financimit të bashkive që drejtohen nga kryebashkiak të djathtë? Për shembull, kryetari i Bashkisë së Mirditës, zoti Albert Mylyshi, shpeshherë në dalje televizive ka hedhur akuza, apo në një farë forme është ankuar mbi mungesën e financimeve për projektet. Projektet, edhe pse sillen, nuk miratohen nga, po themi, qeveria. A ka një diskriminim të tyre? Unë më duhet të ndaj, nuk e kam konstatuar këtë nga kryetari, më duhet të them diçka. Të gjithë kryetarët ankohen. Është natyra që kryetarët kanë, sepse të gjithë duan të bëjnë më shumë për territorin. Të gjithë janë nën presion nga qytetarët dhe patjetër të gjithë kanë një vizion të tyre se si duan ta zhvillojnë bashkinë. Unë kam qenë vetë kryetar që ankohesha që pse s'marrim shumë etj me radhë, por unë dua të garantoj një gjë që financimi që bën qeveria qendrore nëpërmjet grantit është transparent. Është një formulë e cila merr në konsiderat elemente të ndryshëm, numri i popullsisë, shtëria gjeografike, territori, vështirësitë etj etj. Fenomeno sociale etj me radhë. Domethënë granti i performancës, granti i kushtozuar dhe i pakushtozuar është matematik. Domethënë nuk ka kontestime për sa i përket mënyrës se si bashkitë financohen. Për sa i përket projekteve, duhet parë as pas rasti. Jo të gjitha projektet që një bashki propozon, pavarësisht dëshirës mirë që mund të ketë qeveria, jo të gjitha mund të financohen, sepse unë dhe sot kam ta supozojmë ka projekte që Bashkia Berat ka sjell prej vitesh edhe nuk kanë gjetur financim akoma, por ky është roli i bashkisë që duhet të jetë agresive me projektet, por nuk duhet të shikojë si mundësi financimit vetëm qeverinë. Unë besoj që është shumë e rëndësishme dhe besoj që
kur bashkit janë në vështirësi, instinkti i tyre duhet të shohë se kush janë rrugët e tjera për të eksploruar. Kuptohet që për të kërkuar lek nga buxheti është gjë më e thjeshtë, se ti e çon projektin ku ta di unë, te FSHJ-ja apo tek Ministria e Financave, troketet thua më jep. Ikëm prap antje nga ke ardhur. Por unë besoj që kërkon një lloj dinamizmi pak më kompleks. Unë besoj që rritja për bashkit, siç e përmenda pak më parë, është rritur në mënyrë konsiderueshme, mbështetja financiare. Jam i bindur me të gjitha kontaktet që unë kam me kryetarët, të gjithë kryetarët kanë projekte, por kanë dhe ëndra, kanë dhe vizione të cilat duan të shkojnë shumë larg. Edhe kjo patjetër kërkon mbështetje financiare. Dhe kur flasim për mbështetje financiare pastaj, kuptohet që në tërkasin dhe Ministria e Financës që ka ato sfidat e veta përsa i përket mundësive që kanë ministrit, apo agjencit, apo në pas dhe bashkit për të financuar.